Edhe e dyta, kisha dashur ju me thirrë kanë në arsim komunë Klinës, për arsye që fshati Zajf, shkolla Modra të Shirioz e Zajf, është që 1 muaj e gjysmë më shumë pa arsimtar gjeografie. Nuk ka arsimtar gjeografie, po thua për tash 1 muaj e gjysmë. Tash 1 muaj e gjysmë, edhe nuk ka pas arsimtar gjuhës më shumë se 1 muaj. I marrin, i punësojnë në Zajf. Po? Mas andaj në gjithë të mund të hekin prej flotit Zajf për e shkolla. Gjithë të mund e lojnë neglizhent. Dhe sa me pyet dikon për drejtorisë arsimit Klinës, qysh dojnë minutu në shembull i kanë klasë të 9 aty vjet, ku unë e kam pinë klasës 9 e më radhë, prej klasës 6. Qysh kanë minutu në shembull qatë lanë, edhe qysh ka me dalë lanë shkencore në gjimnaz shkollë të mesme, kur i ka munguar arsimtarit. Ka vonesë arsimtarëve në atë shkollë, ka gjithçka. Ju kisha lutur që një ekip mobile me qita apo diçka, vetëm me koha që kanë ndodhur në atë shkollë. Patjetër. Edhe këtë asajna e kanë bërë rregulloren, që ti fëmijën tash nuk do të me qenë në shkollë tjetër përderisa je banurit aty. Është këtë në rregull, po ti plotësoj kushtet për atë shkollë. Po ju kuptoj. Nëse keni informacion zotëri, sa nxënës bëhet fjalë që janë te kjo shkolla Motra të Shiriozi? Unë besoj që duhet jenë diku në 140 nxënësa. Po, një numër konsiderueshëm i nxënësve, po. Po, patjetër do ta adresojmë këtë problem. Përderisa funksionon ajo shkollë dhe 20 nxënësa në të janë, i dashur me qëndruar arsimtarë. Po prandaj po them, pse nuk është bërë më madh dhe pra kur bëhet fjalë për një numër kaq të madh nxënësve. Dhe është shqetësuese me qëndru një muaj mbi 1 muaj, realisht, fillimisht pa arsimtar gjuhës shqipe, pastaj edhe pa arsimtar gjeografisë. Po do t'i adresojmë patjetër, do të flasim me dikën nga komuna e Klinës. Falenderoj shumë juve për raportimin. Faleminderit. Interesante. Pra, kemi dëgjuar raste të shumta, po me dëgju që mungon arsimtarët të gjuhës shqipe në një shkollë. Pra që